E po, shpesh mendohet se çelësi i suksesit është talenti i lindur apo jo, ose inteligjenca. Por çfarë nëse faktori më i rëndësishëm është diçka shumë e thjeshtë, një besim, një ide që mbahet në mendje? Në këtë shpjegim do të zbulojmë së bashku se si pikërisht kjo ide vetëm mund të jetë themeli i çdo gjëje që arrihet në jetë. Atëherë, le të fillojmë me pyetjen kryesore. A është madhështia diçka me të cilën lindim, apo diçka që e ndërtojmë me kalimin e kohës? Përgjigjja, siç do ta shohim, ka pasoja vërtet të thella për suksesin në çdo fushë, nga sporti, te biznesi, e deri te marrëdhëniet personale. Në semër të gjithë kësaj ideje qëndron koncepti mentalitetit i zhvilluar nga psikologja Carol Dweck. E gjitha përmblidhet në një pyetje të thjeshtë: a janë aftësitë tona të gdhendura në gur, të pandryshueshme, apo janë më shumë si një muskull, që sa më shumë e servisim, aq më i fortë bëhet? Pra, kjo pyetje na vendos përballë një udhkryqi. Kemi dy rrugë krejtësisht të ndryshme për të zgjedhur. Rruga e parë është mentaliteti i fiksuar, një botë ku çdo sfidë ndihet si një test i frikshëm i talentit ton të lindur. Pastaj kemi rrugën tjetër, mentalitetin e rritjes. Ky është një udhtim ku çdo pengesë, çdo vështirësi nuk është gjë tjetër veç se një shans për t'u bërë më të fortë. Dhe siç do ta shohim, këto dy rrugë, ato na çojnë në destinacione krejt të ndryshme. Mirë, le të eksplorojmë fillimisht anën më të errët, kurthin e të besuarit se gjithçka varet nga talenti i lindur. Kjo është bota e mentalitetit të fiksuar. Për shembull, shikoni legjendën e tenisit, John McEnroe. Pas një humbje dërmuese në French Open, ai kishte një mundësi të artë për të analizuar lojën e tij. Por në vend të kësaj, çfarë bëri? Fajsoi një zhurmë të vogël nga një kameraman. Ky është shembulli perfekt i mentalitetit të fiksuar në veprim. Ja ku qëndron çështja. Nëse talenti është gjithçka që ke, atëherë dështimi do të thotë që thjesht nuk je mjaftueshëm i mirë. Dhe për të mbrojtur nga ky verdikt i dhimbshëm, njerëzit fillojnë të fajsojnë të tjerët. Siç thoshte trajneri legjendar John Wooden, nuk je i dështuar derisa të fillosh të fajsosh, sepse fajsimi, ai ndalon çdo mundësi për të mësuar. Dhe kjo ndodh edhe në nivelet më të larta të biznesit, njihet si sëmundja e CEO-s, kur liderët bëhen kaq të fiksuar pas imazhit të tyre si gjeni, saqë ndalojnë së dëgjuari dhe së mësuari. Lider si Iacocca te Chrysler apo Dunlap te Sunbeam refuzuan kritikat dhe nuk u përshtatën, duke i quar kompanitë e tyre drejt greminës. Në rastin ekstrem të Enron, e gjithë kultura e kompanisë u ndërtua mbi nevojën për të dukur i zgjuar, dhe të gjithë e dim si përfundoi, një nga kollapset më të mëdha në histori. Në fund të ditës, mentaliteti i fiksuar është thjesht raskapitës. Është një garë e pafund për vërtetim, një përpjekje e vazhdueshme për të provuar se je mjaftueshëm i mirë, por që shumë rrallë çon në progres të vërtet. Por ka një mënyrë tjetër. Le të kalojmë tani te zgjidhja. Fuqia transformuese e mentalitetit të rritjes. Dhe këtu hyn në lojë një fjalë vogël por magjike. Ende. Nuk e di, ende. Nuk jam mjaft, ende. Mentaliteti i rritjes nuk është thjesht një besim pasiv, është një proces aktiv, një cikël. Gjithçka fillon kur përballesh me një pengesë. Në vend që të dorëzohesh, e përqafon si sfidë, i përkushtohesh me përpjekje, mëson nga çdo gabim dhe në fund del nga ana tjetër më i fortë. Është një cikël i fuqishëm dhe i vazhdueshëm përmirësimi. Le të marrim historinë e mundesës Miranda. Të thonë se je një shaka, mendoni pak se çfarë efekti ka kjo. Për dikë me mentalitet fiksuar, kjo do ishte fundi i rrugës. Pik. Por për Mirandën, për të ishte vetëm fillimi. Ajo e përdori atë fyerje si karburant, duke e kthyer një moment dështimi në një shtysë të jashtëzakonshme për të bërë kampione olimpike. Dhe kjo nuk është thjesht psikologji pozitive, është neuroshkencë e pastër. Sa herë që mësojmë diçka të re, sa herë sfidojmë veten, ne fizikisht e ndryshojmë trurin ton. Lidhjet neuronale forcohen, fjalë për fjalë, bëhemi më të zgjuar përmes përpjekjes. Tani le të shkatrojmë disa mite. Shumë prej nesh besojnë në idenë e talentit natyral, sidomos kur shohim kampion dhe gjeni. Por çfarë fshihet vërtet pas historive të tyre? A është gjithçka e lindur? Të gjithë e kemi në mendje këtë imazh, apo jo? Edison, i vetëm në laboratorin e tij, dhe pa pritur një moment eureka, dhe llamba ndizet. Por e vërteta është shumë interesante. Edison nuk kishte as pak një gjeni vetmuar, ai drejtonte një fabrikë të tërë shpikjesh me një ekip të madh shkencëtarësh. Lamba nuk kishte një shkëndije vetme, por rezultati mirë a eksperimenteve dhe punës ekipore. Pra, suksesi i tij u ndërtua mbi bashkëpunimin dhe përpjekjen e palodhur, jo mbi një talent të izoluar. E njëjta gjë vlen edhe për Michael Jordan. E shohim duke fluturuar në ajër dhe gjëja e parë që mendojmë është ai ka lindur për këtë.
por historia e tij është plot me refuzime. E përjashtuan nga ekipi i shkollës mesme, u anashkaluan nga kolegji i tij preferuar, u injoruar nga 2 ekipet e NBA-s. Mazhdia e Jordanit nuk ishte e paracaktuar, ajo u farkotua përmes një etike pune absolutisht legjendare, e cila lindi pikërisht nga ato dështimet e hershme. Madje edhe në art, diçka që shpesh e konsiderojmë talent të pastër. Këto imazhe tregojnë autoportretet e njerëzve para dhe pas vetëm 5 ditësh kurs vizatimi. Transformimi është i jashtëzakonshëm dhe provon se aftësitë që mendojmë se janë dhurata të lindura, në fakt mund të mësohen. Dhe kështu, e gjithë kjo na çon në një zgjedhje themelore. Nuk është thjesht një preferencë, por një vendim për mënyrën se si duam ta jetojmë jetën. Në fund, zgjedhja bëhet shumë e qartë. Nga njëra anë, kemi një jetë ku shqetësohemi vazhdimisht për të mbrojtur imazhin, duke e ruajtur talentin si një trofe në vitrinë. Nga ana tjetër, kemi një jetë të mbushur me pasion për të mësuar, për të rritur dhe për t'i dhënë gjithçka gjërave që kanë vërtet rëndësi. Kampionja legjendare Billie Jean King e përmbledh këtë në mënyrë perfekte. A duam të kthejmë kokën pas në jetë dhe të mendojmë për potencialin e pashfrytzuar, apo duam të dimë me siguri se kemi dhënë gjithçka, pa lënë asgjë pas dore? Në fund të ditës, kjo është pyetja me cilën mbetemi. Mentaliteti që zgjedhim sot nuk përcakton vetëm sukseset tona, po përcakton historinë që do të tregojmë nesër. Pra, cila do të jetë ajo histori?